Tash i video që bëj unë nuk janë për tonë, nuk janë për tonë. Tash këto karakteri jam ndon 10 nga delet. Do të thënë nuk 10 me delet nuk mund të rrinë mi vath. Jo dini, më tonë shqiptar na dim se 10 me delet kanë vathin e vet, 10 kanë vathin e vet. Tash fjalët e mia janë tamam ai muri midis që i ndon. Tash unë nuk kam të fol gjona aliensh. Kam të fol gjona tamam tipike shqiptare që orientojnë, që çojnë familjen përpara, që çojnë një familje përpara, një moral që babat e nanat tonë kanë përjetu, që domethënë që ajo, domethënë ajo lloj morale atu zhduk, atu zbe. S'ka më shkoni që atë nëtë. Sot në 10 veta, në 10 persona, 10 çifte, 5 ndahen. 5 ndahen ose tash jetë shku 6 ndahen, 4 rrinë. Ashtu egzageru situata, dhe të në diçka do vi me një video, po do video t'i postoj në YouTube. Tash se TikTok-u tash mi postu nga katë se kam shifë edhe me falë pak si shumë unë, po do të vëlloj të bëj një far teme kryesore që do vëlloj në YouTube t'i postoj këto tema që janë ma serioze, që të shikoni se duhet për shkak 15 minuta me pa 15 minuta 20 minuta. Edhe unë të zhvilloj YouTube-in tem, edhe ju të shikoni ku shkoj interes për i pa. Plus që gjona që po flasim nuk janë gjona aliensh, janë gjona tamam tradicionale shqiptare. As nuk po mësoj rinin me shit drogë, as me vra njerëz, as mu rraf me njerëz, as me pështru femna. I du me fokusu pak të thelbi, qem të fënën, qem dësh me thënën. Jo këto, mos i shikoni gjanat nga mënyra se si pëlqen diçka. Nëse të dini diçka, nëse diçka nuk jeni ndërruar dakord me loftë e mia, di se gabimi është i juaj. Ose do të thënë gjëra aliensh. Do të thënë me respektu femrën, me respektu veten duj, me respektu familjen. A do të që të keni një shoqëri sa më të mirë, ju vajza juaj të rritet fëmia juaj, vajza ju, fëmia juaj që të rritet me një shoqëri sa më të mirë. Edhe ku më marr, edhe gëzohem me të vërtet gëzohem që janë ca kinga që më mbështesin, edhe gëzohem që kanë njëjtë mentalitet me mua. Edhe uroj që këtë shqiptaria të ketë nëse këtë shqiptaria ka mentalitetin e neve djemve, si puna jeme, jo premtoj se me shqiptari as do vritet kush, as do rrifet kush, ekonomia do shkojmë kul. Edhe do bana shteti më i mirë se Zvicra do bana, shteti edhe më i mirë se Zvicra do bana. Vetëm që ka njerëz me moral që punojmë, kena ide për biznes, respektojmë njëri tjetrin, respektojmë familjen e njëri tjetrit, edhe krijohet diçka. Nëse një zgjohet,